nga Ungjilli sipas Mateut në kapitullin e 24. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 24. Do të lexojmë pak paragrafet e para, pastaj do të shkojmë tek 36-ta. 2 paragrafet e para dhe pastaj paragrafi 36. Pra, kapitulli 24, 2 paragrafet e para tani. Tani kur Jezus i doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij u afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Por Jezus i u tha atyre: "A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtet po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rranohet." Dhe shkojmë tek paragrafi 36. I njëjtit kapitull. Tani sa për atë ditë dhe për atë orë askush se di, as engjëjt e qiejvet, por vetëm Ati im. Por ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Sepse ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noe u hyri në ark, dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të ndodhë në ardhjen e Birit të Njeriut. Atëherë dy do jenë në ar, një do të merret dhe tjetri do të lihet. 2 gra do të bluajnë në mulli, një do të merret dhe tjetra do të lihet. Rrini zgjuar pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. Por dijeni këtë, se ta dinte i Zoti i shtëpisë në qorë të natës do të vijë vjedhësi, do të rrinë të zgjuar dhe nuk do të lejonte ti shpërthehej shtëpia. Prandaj edhe ju jini gati, sepse Biri i Njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk e mendoni. Amen, fjalës të Zotit. Aleluja. Zoti jon Jezu Krisht erdhi këtu në tokë, Perëndia u bë njeri, mori trup njeriu, u përul, do më thënë me këte, u bë njeri dhe përparoi dhe eci mbi këtë tokë me një qëllim, për shpëtimin e njerëzimit. Duke e ditur Perëndia se bota, kjo botë në të cilin jetojmë, dhe që të gjithë njerëzit kanë jetuar deri më sot, dhe të gjithë sa kanë për të jetuar pas nesh, kjo botë është e kalimtare. Kjo botë në të cilën jetojmë është kalimtare dhe e përkohshme. Dhe për këtë Zoti përgatiti mbretëri qiellore, që nga fillimi e kishte përgatitur për të gjithë ata që do ta besojnë dhe që do ta pranojnë. Qëllimi i Perëndis nuk është që të jetojmë në këtë tokë, por qëllimi i Perëndis është që të jetojmë në përjetësimet e. Ky është qëllimi i tij. Për të gjithë njerëzit, jo vetëm për ne, por për të gjithë njerëzit. Për këtë arsye e dërgoi Jezu Krishtin që të kryqëzohet për fajet, për mëkatet e të gjithë njerëzve, në mënyrë që çdo njeri, në të gjithë njerëzimin që ka kaluar dhe kalon, që të therras emrin e Krishtit, të shpëtohet. Kjo është dhurata e Perëndis për ne, për njerëzit. Dhe Perëndia, ose Krishti, me mësimin e tij, me doktrinën e tij, e solli këtë mesazh tek dishepujt e tij, tek turmat e atëhershme dhe tek ne sot. Dhe mesazhi është: pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afër. Pendohuni pra nga njëra anë, do më thënë kthehuni tek Perëndia, këshilla e Perëndis. Përse? Sepse njeriu është prej mishi dhe don gjërat mishore, nuk don gjërat e frymës njeriu fizik. Por me pendesën vjen dhe ndryshon Zoti zemrën e njeriu të mishor dhe e bën nga zemër të ngurt, e bën të butë, të thjesht, e cila thyhet krejt kollaj me fjalën e Perëndis. Dhe kështu pendohet dhe kthehet. Ma përse të kthehem? Të kthehem sepse po vjen mbretëria e qiejve. Dhe vëllezër dhe motra, ky është mesazhi i ditëve të fundit. Pendohuni sepse po vjen mbretëria e qiejve.
gjërat e përjetshme domethënë, të paprishmet, ato që nuk janë të kota dhe kalimtare, por që janë të përjetshme dhe të paprishme. Dhe na e thot edhe Zoti se janë tonat, ato atje lart janë tonat. Këto sa kemi këtu në tokë, nga që janë kalimtare dhe të kota, nga që janë të tonat, dhurat të Perëndis janë, dhe i kemi dhe i menaxhojmë ne, për çështja është se si i menaxhojmë ne këto. Por atje në qiell, vëllezër dhe motra, do të japë Zoti tonat, të cilat do t'i shijojmë në përjetësi në praninë e Tij. Dhe këtu dishepujt, vëllezër dhe motra, sikurse afrohet fundi i Zotit në tokë, vepra e Tij futet në Jeruzalem dhe mëson dishepujt dhe u flet dishepujve dhe dishepujt ashtu sikurse hynë në Jeruzalem dhe shkuan tek tempulli për ta parë, kur dolën prej tempullit, ju afruan dishepujt Zotit dhe shikoni se çfarë pyesin. I tregojnë ndërtesat e tempullit, ato të madhështore që kishin bërë tek tempulli, që ishin ndërtuar për Perëndin, ishin ndërtuar ai tempull. I madh, ndërtesa të shumta, të mrekullueshme të paktën për në atë kohë. Dhe dishepujt i tregojnë Jezusit gjërat toksore, gjërat në tokë, gjërat të mëdhaja të kësaj toke, madhështit e kësaj toke, akoma edhe ato që janë oferta të kushtuara Zotit, tani kërkesa është, vëllezër dhe motra, se mos vallë jetojmë ndërsa koha është e fundit dhe ne mrekullohemi me gjërat e mëdhaja të kësaj toke. Ne mrekullohemi ku njeriu ka bërë gjëra të mëdhaja këtu në këtë tokë, me atë mundësinë base që i ka dhënë Perëndia, me diturinë që i ka dhënë Perëndia, me shkencën që Perëndia ju ka dhuruar njerëzve, nuk flasim për mëkatet, aq më tepër për mëkatet, por gjërat e mëdhaja të kësaj bote dhe që mrekulloheshmi edhe ne si dishepuj dhe t'i themi Zotit, shiko sa të mëdhaja, sa të bukura, çfarë dituriet, çfarë shkencët është përdorur dhe mbetemi të habitur duke u mrekulluar me gjërat e tokës. Këtë gjë bën dishepujt këtu. Por e dim se edhe zemra jon nuk është larg zemrës të dishepujve, nuk jemi as pak më të mirë se sa dishepujt. Edhe zemra jon mund të ngjitet në gjërat toksore, mund të mrekullohet me gjërat toksore, gjërat e prishme domethënë, dhe ato që janë kalimtare. Dhe Zoti, duke dashur që t'ua heqë këtë nga mendja e tyre, sepse don që dishepujt e Tij të mos shohin në gjërat toksore, por të shohin në ato që presin të vinë. Dhe kthehet dhe ju thonë, a i shihni ju të gjitha këto që po mi tregoni? Të gjitha, sa janë këtu. Në të vërtet, po ju them, se nuk do të mbetet gur mbi gur pa u rënuar. Pra të gjitha sa shihni dhe mrekulloheni për ta, dhe shikoni se sa tempulli i madh dhe madhështor, dhe ndërtesat e tjera, dhe s'di se për çfarë tjetër mrekulloheni, ta mësoni sot dhe ta dini se s'do të mbetet gur mbi gur. Dhe e vërteta është se kështu u bë. Vëllezër dhe motra, atë që thot Zoti ajo bëhet. Pse po mrekulloheni me ta? Dhe pak dhe nuk do të mbetet gjenete. Dhe me të vërtet, vëllezër dhe motra, në 70-ën pas Krishtit u shkatërrua Jeruzalemi nga romakët. Nuk mbeti gjë, gur mbi gur nuk mbeti. Dhe ajo që Pietri, Gjoni, Mateu dhe mrekulloheshin dhe të thonin çfarë ndërtesash, çfarë guresh, nuk mbeti as gjë në këmbë. U rënuan dhe u bën rënoja të gjitha. Mos vallë, edhe ne mrekullohemi me gjërat thoksore, e them përsëri këtë. Dhe dishepujt i thanë, kur do të bëhet kjo? Kur do të vijë prania jote dhe fundi i botës? Habia e njerëzimit dhe sot e kësaj dite. Kur do të jetë fundi? Dhe Zoti i mirë vazhdon të thotë shenjat e kohëve të fundit. Të gjitha ato do më thënë që do të bëhen në shekujt e ardhshëm dhe veçanërisht për në fund të shekujve. Dhe arrin në fund, duke ju thënë tek paragrafi 36 që lexuam, dhe flet për rrëmbimin e kishës. Sepse këtu është fundi i dishepujve, fundi i besimtarëve, rrëmbimi i kishës.
Aty është fundi jonë. Këtë presim ne, të arrim në rrëmbimin e kishës. Mos vallë, rrëmbimi i kishës është bërë një diçka e zakont për mua, është harruar kjo për mua. Çështja e rrëmbimit mos vallë është zhvlerësuar në zemrën time. Dhe jam lodhur mbas së prituri, apo jam turbulluar me të gjitha sa shoh rreth e qark mejet, gjendjet, çështjet, ato që kanë arritur njerëzit, domethënë gjërat e mëdhaja, apo akoma dhe mëkati, dhe kështu e kam larguar shikimin tim dhe besimin tim në atë që ka për të bërë tani së shpejti, që quhet rrëmbimi i kishës. Rrëmbimi i kishës kthen pra shikimin e tij Krishti ndaj dishepujve në atë moment, dhe në atë moment dhe atë ditë as kërkush nuk e din. As engjëjt e qiejvet nuk e din, por vetëm Ati im e din atë orë dhe atë moment. Por ju thot dhe i informon duke ju thënë se ashtu si në ditët e Noeut, atëherë kur ishin, kështu do të jetë edhe ardhja e Birit të Njeriut, që është rrëmbimi i kishës kjo, sikur në atë ditë kur njerëzit përpara përmbytjes hanin, pinin, martoheshin, martonin, derisa pa pritur. Noe përgatiti anjen e tij dhe sipas urdhrit të Perëndis u fut në te, por njerëzit nuk e kuptuan, nuk deshin ta kuptojnë. Njerëzit nuk duan të kuptojnë, sepse nuk besojnë, për arsye se djalli u ka fshehur ungjillin e Perëndis që të mund të shpëtohen, sepse vetë ato nuk duan ta besojnë. Por Noe dhe ato që ishin me te e kuptuan se do të vijë fundi i njerëzimit atëherë dhe duhej të hynin në atë ark ku sipas urdhrit të Perëndis të përgatisin që të shpëtohen. Kemi hyrë edhe ne në atë vark, në atë ark, vëllezër dhe motra. Jo në arkën e Noes atëherë, por në një ark tjetër që është kisha e Krishtit. Të shohim të mos dalim jashtë kësaj arke, të mos bëjmë xhiro jashtë arkës, por të jemi në ark brenda, sepse nga momenti në moment do të bëhet rrëmbimi, do të bëhet përmbytja për atëherë, dhe nuk do të jetë përmbytja sikur e Noes atëherë, por do të jetë rrëmbimi i kishës, vëllezër dhe motra, bekimi domethënë. Dy do të jenë në ar, njëri merret, tjetri lihet. Dy gra do të bluajnë në mulli, dy grapa janë që do të punojnë së bashku. Do të jetë koha pra që gjithsekush do të ketë punën e tij, edhe besimtarët, edhe jo besimtarët. Edhe dy mbase do të flenë në një krevat, një besimtar me një besimtare ose në të kundërtën. Për njëri merret dhe tjetri lihet, sepse është ora e gjykimit atëherë, dhe Zoti do të gjykojë atëherë, dhe bijtë e tij Zoti do t'i marrë. Dhe ato janë, ky është qëllimi jonë, vëllezër dhe motra, qielli, rrëmbimi i kishës, të arrim në fund, dhe njeriu i Perëndis që nuk shef qartë dhe nuk ka këtë qëllim në jetën e tij të përditshme, rrezikohet. Nga se rrezikohet, do ta shohim fill pas pak. Paragrafi 42, u flet përsëri dishepujve. Dhe neve sot na flet, sikur se jemi brezi i fundit. Na thot, rini zgjuar pra, se nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti. Nuk është e njohur dhe e ditur për ju kjo orë, sikur se tha pak përpara Jezusi. Për këtë arsye dhe ju, bëhuni gati. Është për ju, do të thoja detyrimi apo nevoja që të bëheni gati, të përgatiteni. Perëndia na ka dhënë të gjitha gjërat e domosdoshme në mënyrë që të na ndihmojë dhe të bëhemi gati. Pra duhet që përgatitjen tonë ne ta shohim. Ne të interesohemi për te. Abrahami, sikur do të shohemi më pas, ishte një njeri që kishte premtimin nga Perëndia. Ik, i thot Zotin, nga vendi yt dhe dil prej tij, dhe unë do të përgatis një vend tjetër që të shkosh të jetosh në te. Dhe kështu ai doli pa e ditur se ku po shkon. Por në mendjen e tij kishte fundin. Cili ishte fundi? Fundi ishte vendi që i kishte premtuar Perëndia. Vendi që na ka përgatitur Zoti, vëllezër dhe motra. Ky është fundi, kjo është jeta jonë. Për këtë jetojmë. Jetojmë për këtë. Për këtë duhet të jetojmë, vëllezër dhe motra.
dhe vetën time ose zemrën time shpesh herë ta harroj, të bëhet e zakont kjo për mua, kush rrëmbimi i kishës. Vëllezër dhe motra, është momenti ku për një moment mund të dëgjohet bëria e Perëndis dhe të rrëmbehemi të ikim në qiell. Dhe futet një frikë shenjtë në zemrën time dhe them, o Zot, a do të jem gati o Zot? Por kur e them këtë, a do të jem gati, gjithmonë fryma e shenjtë më thot, përgatitu. Mos mendo nëse je gati, por tani përgatitu. Tani shme na përket, tani të përgatitem. Dhe çfarë bëri Abrahami? Kishte në mendjen e tij fundin që i premtoi Perëndia, por jetonte në çadra. Nuk jetonte në qytete që kishin themelet dhe shtëpit që i kishin themelet në këtë tokë, sepse nuk duam që themelet tona të jenë në këtë tokë, vëllezër dhe motra. Nuk duam që zemra jonë të rrënjoset në këtë tokë. Nuk duam që zemra jonë të mrekullohet me gjërat e kësaj toke, por duam të përgatitet sikur do të jetojmë në çadra. Do më thënë ishte gati për çdo moment që të ikte. Ti thot Zoti tani ik më këtej, ik andej, ik dikun tjetër. Pra, që të mund të lëvizte, jetonte në çadra. Zemra e tij nuk ishte e lidhur me tokën. Kështu pra dhe këtu Zoti thot, bëhuni gati. Tek Luka që bëhet e njëjta informim i çështjes për rrëmbimin e kishës, flet Zoti këtu edhe për Lotin, e sjell si shembull Lotin. Kujtoni Lotin thot, erdhi ora që Zoti duhet ta nxirrte nga Sodomat dhe Gomorat. Njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, mbillnin, ndërtonin, sikur atë ditë kur doli Loti, e nxori Zoti me dhunë, do të thoja, e nxori nga Sodoma dhe nga Gomora, bashkë me familjen e tij dhe e shpëtoi. Por nga familja e Lotit, një nuk u shpëtua, dhe kjo është e tmerrshme, është gruaja e tij. Dhe thot shkrimi, kujtoni gruan e Lotit. Përse? Sepse ndërsa kishte premtimet e Perëndis, zemra e saj ishte e rrënjosur në këtë tokë, në vendin e Sodomës, në vendin e mëkatit, në vendin e padrejtësisë dhe të idhujtarisë, dhe ishte e lidhur me gjërat e kësaj bote, dhe nuk ishte gati të fluturonte drejt Zotit. Vëllezër dhe motra, të përgatitemi, kjo është një bori për të përgatitur. Kjo është një bori për të përgatitur ne, të kthej shikimin tim, të shoh gjërat, mangësitë e mia që kam në jetën time, përpara Perëndisë së pari. Qose shoh mëkat në jetën time, Zot, më fal dhe më shiroj. Dhe Zoti është i mirë, vëllezër dhe motra, që të na ndihmojë, që të kthehet zemra jon. Shoh zemrën time se nuk është në pozicionin e saj. Kam humbur gjëra të cilat mi ka dhuruar Zoti. Ke humbur shumë. Ti ka marr djalli dhe qëndron ashtu sikur je. Jo. Vazhdo të luftosh. Zoti do të jetë me ty, do t'i fitosh të gjitha sa ti ka dhënë Zoti, ato që ti humbe, ato që ti vjedhi i ligu. Jepe betejën tënde, sepse Zoti është luftëtar dhe fitimtar. Dhe mos e le veten tënde të zëj gjumi frymëror, dhe të vijë ajo orë pa pritur dhe të më gjej jo vetëm që të jem në çadra duke jetuar, por t'i kem futur themelet e mia thellë në këtë tokë dhe të dua të fluturoj dhe të mos mundem, dhe t'i shoh gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat rreth e qark meje të ikin, kurse unë të mbetem në tokë. Jo, nuk dua, vëllezër dhe motra. Për asgjë në botë nuk dua që ta përjetoj një gjë të tillë. Të vijë pra një frikë e shenjtë në zemrat tona, sepse rrëmbimi është afër, është pranë, mbase shumë më tepër nga sa mund ta fantazojmë. Dhe të them dhe diçka, mbase nga ne edhe nuk e besojmë, sepse nga vetë jeta ime, nga se si sillim në të përditshmet e mia, mund të kuptoj nëse e besoj apo e pres apo jo. Nuk e di nëse kuptojmë këtë, vëllezër dhe motra, mbase goja e thot që paragrafet t'i themi këtu në kish dhe mirë bëmi që flasim për fjalën e Zotit. Ja, po vi shpejt për shembull, thot Zoti. Por nuk ka rëndësi se ç'thot goja ime. Rëndësi ka çfarë thot jeta ime, veprat që bëj. Shoh se kam ndryshime.
shoh se kam divergjenca me vëllezërit, divergjenca me njerëzit, shoh që karakteri im nuk është sikur e don Zoti. Të kthehem, të pendohem tani, sot, në vend, të kthehem tek Zoti. Në mënyrë që ajo orë kur të vi, të mundem ta takoj, kur të dëgjohet boria dhe zëri i Perëndis, të jem gati ta takoj atje në qiell. Amen, o Zot.